Të dielën 120 të zgjedhur të popullit do të mblidhen për herën e 7 në atë që me qëndrimet e barikaduara do të ishte mrekullia e konstituimit të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Mbyllja e suksesshme e seancës inauguruese në vazhdimin e 6, saktësisht një muaj nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve, kusht e ka lëvizjen e subjekteve politike nga pozicionet aktuale. Përsëritja e skenarit në vlerësimin e monitoruesve të punës së kuvendit mund të vazhdojë pafund. Kush është për? Në mungesë të një kufizimi kohor për konstituimin e legjislaturës së re, për dallim nga zgjedhja e qeverisë dhe presidentit. Ligjërisht, po dhe sipas kushtetutës, po dhe kuvendit, nuk ka ndonjë limit ose afat kohor se deri kur mund përfundoj seanca konstituime mbi zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit e Kuvendit të Kosovës. Afati 30 ditor që përmendet brenda në kushtetut ka të bëjë në situatën kur pas certifikimit të zgjedhjeve, presidenti detyrohet ta caktoj seancën mbi konstituimin e Kuvendit. Zbrastit ligjore e kushtetuese lën gjithçka në vullnetin e deputetëve, të cilët megjithatë sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nga viti 2014 kanë për detyrë ta bëjnë kuvendin funksional. Asnjë kuptim nuk ka kur kuvendi sipas kushtetutës mblidhet brenda 30 ditëve për me konstituu vetveten, ndërkohë ai nuk rrin për arsye politike të konstituohet dhe t'i hap rrugë më pastaj edhe formimit të qeverisë Kosovës, rrjedhimisht konsumimit ose rrjedhës së afatit për me propozu mandatarin që i takon sipas partisë politike që ka dalur e para në zgjedhjet e fundit. Dhe seanca ndërpritet. Referuar përsëritjeve me pauza 48 orëshe ndërmjet në Institutin Demokratik të Kosovës vlerësuan nevojën e ndërhyrjes së presidentes Vjosa Osmani. Presidentja që garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve të aktivizohet dhe të shfrytëzojë gjitha mekanizmat që ai ka si presidenti i shtetit, që të ftojë gjitha krerët e subjekteve politike parlamentare, të ulën në tavolinë të decidojë të gjendet një mundësi ose një marrëveshje e përbashkët, me të cilën do të arrijë një konsensus se si të veprohet dhe si të dilen nga kjo situatë e ngërshit politik. Organizuesit e seancës konstituime. Presidentja Osmani është deklaruar e gatshme të përfshihet në proces, por këtë e ka lënë mbi vullnetin e partive politike nëse ato kërkojnë një gjë të tillë. Të dyja organizatat KDI dhe IKD theksuan se duhet të shikohen mundësitë ligjore që të kërkohet opinion nga gjykata kushtetuese lidhur me afatin për konstituim, propozimin për krye kuvendar dhe limitin sa herë mund të përsëritet i njëjti.